Autori i ngjarjes së rëndë që tronditi Manzën pak javë më parë është dorëzuar sot në polici. Daniel Pepa, i shpallur më herët në kërkim, vendosi t'i jap fund arratis pas disa javësh fshehjeje. Ngjarja që çoi në shpalljen e tij në kërkim ndodhi pas një konflikti të papritur dhe absurd, i cili nisi pas një sherrri për një ekspres kafeje, por përfundoi me 2 viktima duke shokuar komunitetin dhe opinionin publik. Sipas burimeve nga policia, Pepa është paraqitur vullnetarisht në komisariat, duke deklaruar gatishmërim për t'u përballur me drejtësinë. Pas dorëzimit, ai është shoqëruar për procedurat standarde dhe pritet të merret në pyetje për të sqaruar dinamikën e ngjarjes, arsyet e konfliktit dhe rolin e tij të saktë në vrasjen e 2 personave. Ngjarja e Manzës u konsiderua një nga më të rëndat e regjistruara muajt e fundit, jo vetëm për numrin e viktimave, por edhe për motivin e pazakontë të konfliktit. Banorët e zonës u tronditën nga përmasat e përshkallëzimit të një debati të zakonshëm, që në pak minuta u kthye në tragjedi. Ndërkohë, autoritetet synojnë të zbardhin plotësisht ngjarjen, ndërsa familjarët e viktimave kërkojnë drejtësi dhe dënim maksimal. Me dorëzimin e Daniel Pepës është hedhur një hap i rëndësishëm për çuarjen përpara të procesit hetimor dhe gjyqësor në një çështje që ka lënë gjurmë të thella në komunitetin lokal dhe më gjerë.